Skandali seksual nëpërmjet me një të mitur 16 vjeçare ka shkaktuar një tërmet në radhët e policisë së qarkut Gjirokastër. Shefi I krimeve në komisariatën e Përmetit, Dhurim Çenko, është pezulluar nga posti pas publikimit të videove, ku protagonist rezultojnë policët Pajtim Baka dhe Artur Ago, I fundit I filmuar duke kryer veprime të turpshme me të miturën. Zyrtarisht mësohet se lidhur me këtë skandal, Drejtoria Vendore e Policisë së Gjirokastrës ka pezulluar nga detyra shefin e krimeve të Përmetit, Dhurim Çenko, dhe ka nisur hetim disiplinor ndaj tij për shkelje të rënd disiplinore, në bazë të ligjit numër 82/2024 për policinë e shtetit. Këto shkelje konsiderohen me pasojë të rënda. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, përmes Drejtorisë së Standardeve Profesionale, ka vendosur pezullimin e Çenkos deri në përfundim të hetimit disiplinor. Për të gjithë punonjësit të policisë të dyshuar si të implikuar, përfshirë edhe Çenkon, strukturat e Drejtorisë Rajonale të AMP Vlorë Gjirokastër janë vënë në dieni, ndërkohë gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg pa afat për Pajtim Bakën, kolegun e Dhurim Çenkos, ndërsa polici tjetër I komisariatit të Tepelenës, Artur Ago, është shpallur në kërkim.